Një shpërthim i lëndë plase ka ndodhur gjatë natës në një apartament në Lagjën Partizani në qendër të Elbasanit. Fatmirësisht, në momentin e shpërthimit nuk ka pasur persona në banesë dhe përpasoj janë regjistruar vetëm dëme materiale. Hetimet e policisë zbuluan se shpërthimi ishte inskenuar. Burimet bëjnë me dije se skenari është i ideuar nga vetë pronari i apartamentit Arbër Pepa, i cili në bashkëpunim me nipin e tij kishte organizuar vendosjen e lëndës plase me qëllim për të krijuar një ngjarje që do të përdorej si arsye për të kërkuar azil në një vend në Bashkimin Evropian. Tritoli është vendosur nga nipi shtetasit Arbër Pepa në momentin kur ky fundit kishte kaluar kufirin në drejtim të Greqisë së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët. Qëllimi i kësaj ngjarje ishte inskenimi për arsye azili. Policia bëri të ditur se Arbër Pepa u arrestua pas mesnatë në përpjekje për t'u arratisur nga vendi, sakaj që shoqëruar dhe nipi i tij, i cili ka rrëfyer për fshirje në ngjarje dhe ka treguar lokalitetin e të afërmit, çka ndihmoi policinë në ndërhyrje dhe të ndalojë në kohë. Grupi hetimor po vijon verifikimin për të dokumentuar plotësisht këtë ngjarje dhe për të konfirmuar përfundimisht pistën e përdorimit të shpërthimit për qëllime të emigrimit palishëm.